Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka urdhëruar SPAK që të nisë hetimet për Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve pas kallëzimit të ish kandidatit për deputet të Partisë Demokratike Aulon Kalaja, lidhur me rinumërimin e votave të 11 majit në qarkun e Durrësit. Gjykata e shkallës parë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ka vendosur sot që të detyroj SPAK-un që të regjistrojë kallëzimin penal që unë kam bërë në lidhje me Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për shpërdorim detyre. Pra gjykata i kërkon SPAK-ut që të hetojë në lidhje me këtë drejtim. Së pari, gjykata çmon që Kasi do duhej që të vazhdonte rinumërimin. Së dyti, gjykata çmon që Kasi ka shkelur ligjin duke miratuar një tabelë përmbledhëse të falsifikuar. Dhe së treti, gjykata çmon që është detyrë e Kasit që të referonte këtë material në prokurori për krim zgjedhor. Pra kemi të bëjmë me krim zgjedhor, jo me gabim njerëzor. SPAK e rrëzoi kallëzimin e Kalas, por pas këtij vendimi, GKK ka urdhëruar prokurorinë e posaçme të nisë hetimet për krim zgjedhor.